Plot 1248 futbollistë për 11 qershorit në SBA, Meksik dhe Kanada i japin jetë edicionit të 23 të botrorit të futbollit, që për herë të parë përbëhet nga 48 përfaqësuese. Me më shumë ekipe, më shumë lojtarë dhe me më shumë ndeshje se kur më parë, 104, kombëtarët më të mira të rruzullit do të luftojnë për të fituar titullin e kampionit të botës. Argentina kthehet në aksion si kampione në fuqi, ndërsa Franca është në kërkim të revanshit pas humbjes në finalen e 2022-shit. Fuqitë evropiane si Spanja dhe Anglia synojnë të shtojnë një yll të dytë në panelat e tyre, ndërsa Portugalia dhe Olanda duan të fitojnë të parin. Po Brazilia do të mundet të fitojë titullin e 6 të botës duke thyer kështu rekordin e vet, apo Gjermania do të mund t'i bashkohet në krye të tabelës me 5 triumfe secila. Nga ana tjetër gjithmonë ka rekorde për të thyer, dhe asnjë nuk është më joshës se sa nderi për të bërë golashënuesi më i mirë në historinë e turneut. Lionel Messi është vetëm 3 gola larg rekordit të Miroslav Klose, që qëndron mbi të gjithë me 16 realizime, ndërsa dhe Kylian Mbappé i Francës është vetëm 4 hapa larg rekordit.